Në botën moderne asgjë nuk mund të ndodhë pa u vrejtur nga ajri. Këto janë pamjet e dronit të cilat dëshmojnë se sa thellë krimi ambiental ka arritur të vjedhë thëngjillin nga toka e Kosovës. Nga dronet mbi 20 miniera të thëngjillit që të gjitha ilegale konstatohen në zonën e Vushtrisë. Të gjitha janë hapur për vite me radhë, ndërsa ata që përfituan i kthyen fitimet në teknologji më të avancuar. Nga traktoret e mjetet primitive keqbërësit avancuan në eskavatore makineri të kushtueshme, e cila u përdor për të nxjerrë ilegalisht pasurinë e Kosovës. Për 3 muaj një ekip i specializuar i policisë së Kosovës që merret me krimet ambientale, saktësisht njësia e njëjtë që ka arritur të gjunjëzojnë krimin në Brezovic, e ndërtimet ilegale e krimet ambientale në shtratin e Drinit, është vënë në ndjekje të përfituesve ilegal nga nën-toka e Kosovës. Minierat janë ilegale dhe ekipi i drejtuar nga Prokuroria e Mitrovicës ka zhvilluar përgjime e hetime të gjata për të dokumentuar përfshirjen e secillit individ dhe të secilës makineri në këtë veprimtari. Dronet, pajisje speciale vëzhgimi, dëshmitar dhe policë të kamufluar janë përdorur për të dokumentuar se kush janë shoferët, cilat makineri janë përdorur dhe ku strehohen makineritë që eksploatojnë ilegalisht nën tokën e vendit. Hetimet 3 mujore kanë rezultuar me një plan operativ të detajuar, zona e krimit janë hartëzuar dhe caqet janë të qarta. Do arrestohen të gjitha ata që janë hasur duke vjedhur, ndërsa më e rëndësishmja, pajisjet e tyre të punës të cilat kanë vlerë me qindra mijëra euro do sekuestrohen. Në krye të hetimit është vënë prokurori Muharrem Prekazi. Ai ka udhëzuar hetuesit dhe ka arritur të sigurojë urdhrat nga gjykata për të nisur operacionin e madh të konfiskimeve. Grupet që zhvillojnë këtë veprimtari vlerësohen të rrezikshëm, për të mos i lënë asgjë rastësisht, në operacion do angazhohen njësi speciale. Mirëmëngjes prokuror. Mirëmëngjes. Na dalë për zyrës, po shkojnë në terren, a mundesh të na tregu pak ku jena të shkuar dhe çka bëhet fjalë? Sot e kemi një aksion i cili do të zhvillohet për në fshatin Zhilivod dhe Bivolak, një pjesë të fshatit Strac, ku rezulton që mbi bazën e tij në zhvilluar që aty është duke u zhvilluar një aktivitet i këndvështrimi i nxjerrjes thëngjillit gjithsesi linitit, edhe nga hetimet të cilat i kemi filluar para disa muajve kemi arritur të vërtetojmë se ky aktivitet në mënyrë të madhe që ka rezultuar në një dëm të pakrahasueshëm të natyrës, ka rezultuar edhe në vdekje në ato pjesë të rreth 3 personave. Rrjedhimisht sot kemi ndërmarrë aksione me qëllim që ky aktivitet ta ndalojmë në të kohë të sekuestrojmë gjitha pajisjet dhe seancët që gjenden aty. Ato gropa janë të rrezikshme edhe për punëtorë që punojnë aty për shkak e dim nivelin e tyre që shhapen. Ato gropa janë të rrezikshme për punëtorët, për personat që të kalojnë ato pjesë, për vetë familjarët të panderës, sepse rezulton që kjo aktivitet zhvillohet afër shtëpive të panderëve, rrjedhimisht paraqet një rrezik shumë të madh, në të ku na kemi vlerësuar që është e nevojshme që të veprohet sa më shpejt, pasi që ka rezultuar që deri tani i kemi rreth 3 vdekje që kanë ndodhur në ato hapësira gjithsesi në ato pjesë, si rezultat i këtij aktiviteti të këndvështrimi të mijës së thëngjillit. Ju keni me kon pjesë aksionit gjatë ditës? Bashkërisht me Policinë e Kosovës, në këtë rast Departamentin e Krimit Rana Prishtinë, kemi me zhvilluar këtë aksion bashkërisht pjesën e komunës Vushtres. Sa gjatë keni punu? Janë rreth 3 muaj ditë hetime aktive përmes marrjes së videoincizimeve, gjithsesi me dron, me pajisje tjera teknike, përmes vëzhgimit dhe hetimit fshat, kemi rezultuar që kemi arritur që të vërtetojmë gjitha faktet në raport me aktivitetin e këndvështrimit të ndotjes dhe degradimit të pjesës madhe, po them të një pjesë gjatë madhe të natyrës tonë. Tash po shkojmë taku policë edhe po zhvillojmë për me zhvillu aksione më tutje. Yes. Au lof. Si e? A i mirë si e? Se kalu? Vazhdojmë për Milošev, atje takuam edhe me njësi tjera të policisë të Prishtinës. Na po takuam te ura e Miloševës, që aty e lam takuam. Peq aty të mandi... Po, se peq aty tani kyqëm doon për me dalë mrapa.
Hajde, për shërbes. Në hyrje të teritorit të Obiliqit, njësi speciale e hetuesit e rastit presin prokurorin dhe ekipin e vënë në krye të operacionit. Detyrat janë të qarta dhe njësit speciale nisen drejt lokacioneve. Tu jena të prit një pjesë të ekipeve tjera mbështetëse cilat do të na bashkangjitet tani çdo minutë. Pasi që ky aksion do të zhvillohet në disa lokacione, rrjedhimisht është nevojshme që të koordinohet mënyra e veprimit dhe të njëjtën kohë që kur zhvillohet aksionet të jem njëjtën kohë në cilën prej aksioneve duke filluar në mënyrë të barabartë për secilin prej vend lokacioneve ku kemi zhvilluar këtë aktivitet. Në anën tjetër, kjo pjesë e ekipit që do të na bashkangjitet ka të bëjë me një rrugë tjetër që do ta marrë me qëllim që të arrijë deri te lokacioni, pasi që është një pjesë e rrugës jo mirë e rregulluar, rrjedhimisht ka nevojë për trajtim më ndryshe. Kjo është vetëm arsye se jena ndaluar dhe jena duke kryer. Pamjet e para nga operacioni tregojnë qartë gjendjen e terren. Rrugtimi i makinave të policisë përshkon zona të tëra në të cilat në ajër shihet krimi ambiental. Para policëve shfaqen minierat ilegale dhe eskavatorët të cilat janë përdorur për muaj të tërë në krimin ambiental.